Kur është çështja te punët të cilat kanë të bëjnë me imanin tonë, cilat janë shenjat që një njeri është i sëmur në gjoksin e vet. Pra, e gjithë çështja e parë të cilën do ta përmendim është ngurtësia të cilën njeriu e ka në zemër. Çka do të thotë ngurtësi? Pakënaqësia e vazhdueshme që njeriu e ka në gjoksin e vet. Krejt sebepet i ka për të qenë i lumtur, mirë po nuk është i lumtur. Krejt shkaqet i ka për të patë mirëqenie, mirë po nuk është rahat. Ndjen ngurtësi në zemrën e vet, ndjen ngushtësi në zemrën e vet. Pra kjo është shenja e parë që tregon se një njeri, me thon, ka problem me brendin e vet, ka problem me imanin e vet, sepse parja s'mund të t'i bleje gjërat. Ka shumë gjëra të cilat mund t'i bleje parja, po ka shumë gjëra të cilat s'mund të t'i bleje parja. S'do me thonë se ke shumë pare, ke me patë edhe mirëqenie. Ka mundësi që t'ke shumë pare, mirë po rahati mos kesh. I kënaqet kur mos jesh. Për këtë arsye mos habitemi ne mbas njerëzve të cilët i shohim, ata të cilët i quajnë estrada muzikore, filmike, i shohim shumë të lumtur në për spote ose në për filma, shumë të lumtur. Mirë po pyet ata si ka hallin gjoksin e vet, me zemrën e vet. Pse shumë prej tyre përdorin drogë ose përdorin alkohol për ta larguar atë brengën edhe atë mërzinë, e cila do të thonë është prej çka? Zakonisht vjen prej mosbesimit, ndonjëherë vjen prej gjunave e kështu me radhë. Kjo pakënaqësi edhe kjo ngushtësi që është në gjoks të shumë njerëzve duke i patur krejt sebepet për qenë të lumtur, pra vjen zakonisht prej gjunave ose prej mosbesimit, Allahu na ruaj. Pra kjo e para.